Kongresmenja Ocasio-Cortez do të luftoj që të miratohet rezoluta për dëshkimin e krimeve të luftës së Kosovës. Si përfaqësuesja e Shtetit të Bashkuar në një distrikt të Kongresit me shumicë shqiptare, e ftuara speciale e ngjarjes, kongresmenja Aleksandra Ocasio-Cortez bëri thirrje për t'i dhënë fund mosdëshkimit nga dhunuesit serb në mënyrë që ata të mbajnë përgjegjësi para ligjit, pasi ajo është një bashkëhartuese rezolutës 36. Një rezolut për t'i dhënë fund mosndëshkimit të krimeve seksuale pandëshkuara të serbëve gjatë luftës së vitit 1999. Rezoluta ka marrë si shembull rastin e Shtetit të Bashkuar mbijetues së krimeve seksuale të luftës Vasfije Krasniqi. Goodman dhe të mbijeturve të tjerë të dhunës seksuale me bazë gjinore. Sot në përvjetor të 16 të pavarësisë Kosovës, me krenari pohoi bashkëhartuese e rezolutës 36, e cila kërkon dëshkimin e krimeve serbe në Kosovë. Jam krenare që paraqes këtë rezolutë do luftoj që këtë rezolutë kalojnë në të dy dhomat. Si përfaqësuese e një zone që ka një numër të madh komunitetit shqiptar, dua të sigurohet se drejtësia do vendoset për gjithë njerëzit e komunitetit. Për këtij kremtimi të pavarësisë duhet të jemi të qartë për padrejtësitë që kanë ndodhur dhe padrejtësisë që po ndodhin në Kosovë. Sulmet seksuale ndaj grave të pafajshme dhe njerëzit vdekjet e shkatërrimit, dhuna që është ushtruar, janë mbi 25.000 gratë të nuaret seksualisht dhe vetëm pak raste janë ndjekur ligjërisht. Të përdorësh për dhunimi si armë, lufta është krim dhe shumë të rinj që vuajtën dhunë dhe pësuan trauma. Pra 15% e viktimave të luftës Kosovës ishin 9-18 vjeç. Dëshiroj të shpreh nderim dhe jetët të humbura të vëllezërve Bytyqi, tha ajo, dhimbja dhe trauma e kësaj periudhe nuk duhet të harrohet.